Memorandum për kryetarët e departamenteve ekzekutive për agjencive. Me autoritetin që më është dhënë si president nga kushtetuta dhe ligjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me anë të këtij dokumenti urdhëroi. Seksioni 1A M4 shkurt 2025, nxora urdhrin ekzekutiv 14-199, tërheqja e Shteteve të Bashkuara nga dhe ndërprerja e financimit për disa organizata të Kombeve të Bashkuara dhe rishikimi i mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për të gjitha organizata ndërkombëtare. Ky urdhër ekzekutiv udhëzoi sekretarin e shtetit, në konsultim me përfaqësuesin e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, të kryente një shqyrtim të gjitha organizatave ndërkombëtare ndërqeveritare, anëtare të cilave Shtetet e Bashkuara janë dhe ofrojnë çdo lloj financimi ose mbështetje tjetër, dhe të gjitha konventat dhe traktatet në të cilat Shtetet e Bashkuara janë palë, për të përcaktuar se cilat organizata, konventa dhe traktate janë në kundërshtim me interesat e Shteteve të Bashkuara. Sekretari i shtetit ka raportuar gjetjet e tij siç kërkohet nga urdhri ekzekutiv. E kam shqyrtuar raportin e sekretarit të shtetit dhe, pasi kam diskutuar me kabinetin tim, kam përcaktuar se është në kundërshtim me interesat e Shteteve të Bashkuara që të mbeten antar, të marrin pjesë ose të ofrojnë mbështetje për organizatat e listuara në seksionin 2 të këtij memorandumi. Në përputhje me urdhrin ekzekutiv 14-199 dhe në përputhje me autoritetin që më është dhënë si president nga kushtetuta dhe ligjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, unë me anë të këtij dokumenti i udhëzoj të gjitha departamentet dhe agjencitë ekzekutive të ndërmarrin hapa të menjëhershëm për të realizuar tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga organizatat e listuara në seksionin 2 të këtij memorandum, sa më shpejt të jetë e mundur. Për subjektet e Kombeve të Bashkuara, tërheqja do të thotë ndërprerja e pjesëmarrjes ose financimit të këtyre subjekteve në masën e lejuar nga ligji. Rishikimi i migjetjeve të mëtejshme të sekretarit të shtetit konsiston si në vazhdim. Seksioni 2 organizatat nga të cilat Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen. A. Organizata që nuk janë të Kombeve të Bashkuara. Pakti i Energjisë pa karbon 24 dhe 7. Këshilli i Planit të Kolombos. Komisioni për Bashkëpunim Mjedisor. Arsimi nuk mund të presë. Qendra Europiane e Ekselencës për kundërshtimin e kërcënimeve hibride. Forumi i Laboratorëve Kombëtar Europian të Kërkimit për Autostrada. Koalicioni i Lirisë Online. Fondi Global i Angazhimit dhe Rezistencës së Komunitetit. Forumi Global kundër Terrorizmit. Forumi Global mbi ekspertizën kibernetike. Forumi Global mbi migracionin dhe zhvillimin. Instituti Ndër-Amerikan për Kërkimin e Ndryshimeve Globale. Forumi Ndërqeveritar mbi minierat, mineralet, metalet dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Paneli Ndërqeveritar mbi ndryshimet klimatike. Platforma Ndërqeveritare e Shkencës dhe Politikave mbi biodiversitetin dhe shërbimet e ekosistemit. Qendra Ndërkombëtare për Studimin e Ruajtjes dhe Restaurimit të Pronës Kulturore. Komiteti Këshillimor Ndërkombëtar i Pambukut. Organizata Ndërkombëtare e Ligjit për Zhvillim. Forumi Ndërkombëtar i Energjisë. Federata Ndërkombëtare e Këshillave të Arteve dhe Agjencive të Kulturës. Instituti Ndërkombëtar për Demokraci dhe Ndihmë Zgjedhore. Instituti Ndërkombëtar për Drejtësi dhe Sundim të Ligjit. Grupi Ndërkombëtar i Studimit të Plumbit dhe Zinkut. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë së Rinovueshme. Alianca Ndërkombëtare Diellore. Organizata Ndërkombëtare e Drurit Tropikal. Bashkimi Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës. Instituti Pan-Amerikan i Gjeografisë dhe Historisë. Partneriteti për Bashkëpunimin Atlantik. Marrëveshja rajonale e bashkëpunimit për luftimin e piraterisë dhe grabitjes së armatosur kundër anijeve nazi. Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal. Rrjeti i politikave të energjisë së rinovueshme për shekullin e 21. Qendra e Shkencës dhe Teknologjisë në Ukrainë. Sekretariati i Programit Rajonal të Mjedisit të Paqësorit dhe Komisioni i Venecias i Këshillit të Europës. Organizatat e Kombeve të Bashkuara, OKB. Departamenti i Çështjeve Ekonomike dhe Sociale. Këshilli Ekonomik dhe Social i OKB-s, ECOSOC, Komisioni Ekonomik për Afrikën. ECOSOC Komisioni Ekonomik për Amerikën Latine dhe Karaibet. ECOSOC Komisioni Ekonomik dhe Social për Azinë dhe Paqësorin. ECOSOC Komisioni Ekonomik dhe Social për Azinë Perëndimore. Komisioni i së Drejtës Ndërkombëtare. Mekanizmi Ndërkombëtar për Tribunalet Penale. Qendra e Tregtisë Ndërkombëtare. Zyra e Këshilltarit Special për Afrikën. Zyra e Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm për Fëmijët në Konflikte të Armatosura. Zyra e Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm për Dhunën Seksuale në Konflikt.
Zyra e përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm për dhunën kundër fëmijëve. Komisioni i ndërtimit të paqes. Fondi i ndërtimit të paqes. Forumi i përhershëm për njerëzit me prejardhje afrikane. Alianca e qytetërimeve e Kombeve të Bashkuara. Programi bashkëpunues i Kombeve të Bashkuara për uljen e emetimeve nga shpëzimi dhe degradimi i pyjeve në vendet në zhvillim. Konferenca e Kombeve të Bashkuara për tregtinë dhe zhvillimin. Fondi i Kombeve të Bashkuara për demokracinë. Energjia e Kombeve të Bashkuara. Enti i Kombeve të Bashkuara për barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave. Konventa Kornize e Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike. Programi i Kombeve të Bashkuara për vendbanimet njerëzore. Instituti i Kombeve të Bashkuara për trajnim dhe kërkim. Oqeanet e Kombeve të Bashkuara. Fondi i Kombeve të Bashkuara për popullsinë. Regjistri i Kombeve të Bashkuara për armët konvencionale. Bordi i kryeshefave ekzekutiv të sistemit të Kombeve të Bashkuara për koordinim. Kolegji i stafit të sistemit të Kombeve të Bashkuara. UI i Kombeve të Bashkuara dhe Universiteti i Kombeve të Bashkuara. Seksioni 3 udhëzime për zbatim sekretari i shtetit do të ofrojë udhëzime shtesë sipas nevojës agjencive gjatë zbatimit të këtij memorandumi. Dhe në fund të seksionit 4 shkruhet: Sekretari i shtetit është i autorizuar dhe i udhëzuar ta publikojë këtë memorandum në regjistrin federal. Donald J. Trump. Mast Channel. Please subscribe.